Përballë rritjes së tensioneve dhe shqetësimeve për sigurinë e Evropës, Gjermania ka prezantuar zyrtarisht armën e saj më të re strategjike, sistemin izraelit të mbrojtjes raketore Arrow 3. Mediat gjermane përshkruajnë këtë si teknologjinë më të avancuar që ka në dispozicion Gjermania tashmë vendosur në bazën ushtarake të Holzdorfit. Të mërkurën inspektori i përgjithshëm i Bundeswehrit Carsten Berger dhe ai forcave ajrore Holden Neumann pritën të japin miratimin përfundimtar për operacionalizmin e sistemit. Aktualisht një njësi fillestare përfshir raketat, radar dhe pajisjet e komandimit, ndërsa modulet të reja pritën të instalohen së shpejti. Kjo përbën një moment historik. Për herë të parë, Gjermania merr aftësinë të neutralizojë raketat armike jashtë atmosferës, përpara se ato të rrezikojnë territorin e saj. Gjermania ka investuar rreth 4 miliardë euro nga fondi i posaçëm i mbrojtjes për blerjen e sistemit që konsiderohet një hap i rëndësishëm për modernizimin e kapaciteteve ajrore të vendit. Eksperti i SPD-s për çështjet e mbrojtjes, Falko Dromen, e ka cilësuar këtë veprim si vendimtar, duke theksuar se Arrow 3 jep Gjermanisë aftësinë për të paralajmëruar popullsinë për të ndaluar raketat me rrezet të gjatë veprimi. Marrëveshja për furnizimin e Arrow 3, vlerësuar me rreth 4 miliardë euro apo 4.6 miliardë dollar, u firmos në shtator të vitit 2023 dhe përbën kontratën më të madhe të eksportit të teknologjisë së mbrojtjes në historinë e Izraelit. Sistemi është i dizajuar të shkatërrojë raketat balistike në hapësirë dhe sipas raportimeve, ka goditur me sukses qindra objektiva të lëshuara drejt Izraelit nga Irani dhe nga rebelët Houthi në Yemen gjatë konflikteve të fundit.